Deputetët e Kuvendit të Kosovës formuan organin ligjvënës dhe më pas zgjodhen edhe qeverinë e re më 11 shkurt. Albin Kurti, kreu i partisë fituese të zgjedhjeve të dhjetorit, lëvizjes vetëvendosje, do të qeverisë edhe për 4 vitet e ardhshme, ndërsa bashkëpartiakja e tij Albulena Haxhiu do të udhëheqë kuvendin. Në lidhje me konstituimin e kuvendit dhe atë se çka mund të presim nga qeveria Kurti 3 për bota sot, foli profesori Enver Bytyçi. Fillimisht ai u shpreh se ishte shumë pozitiv që brenda ditës u konstitua kuvendi dhe u zgjodh qeveria e re. Megjithatë, kishte edhe disa kritika për partitë opozitare dhe bllokadën që e krijuan për muaj të tërë. Ishte surprizë shumë e këndshme ajo që ndodhi ditën në Kosovë. Kuvendi i ri i Kosovës brenda ditës votoi jo vetëm kryesinë e kuvendit, por edhe qeverinë e re Kurti 3, e cila do të ketë mandat 4 vjeçar. Dita e djeshme dëshmoi se sa e lehtë ka qenë që kjo punë të bëhej nga ky kuvend pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, por partitë e opozitës bojkotuan. Ndërkohë që para një viti Sovrani pati votuar që koalicioni i vetëvendosjes të qeveriste në bashkëpunim me njërin prej partive të opozitës. Opozita refuzoi. Kosova u mbajt për një vit në ngërç politik. Sovrani e zgjidhi këtë ngërç, duke injoruar qëndrimet e opozitës dhe duke votuar në shumicë absolute koalicionin e vetëvendosjes dhe Albin Kurtin. Kjo do të thotë se qytetarët e Kosovës janë më konstruktiv, më racional dhe marrin vendime për zgjidhje kur politika nuk vepron në interesat e tyre, nënvizoi profesori. Krahas kësaj, Bytyçi përmendi edhe faktin se ndërkombëtarët pritën formimin e qeverisë së re, derisa shpreson që deri më 5 mars edhe presidentja do të zgjidhet. Miratimi i qeverisë së re dhe programi i kësaj qeverie ditën e djeshme është përshëndetur nga shumë aktorë vendase të huaj. Kosova, prej ditës së djeshme, shihet si partnere e legjitimuar nga vota e qytetarëve në marrëdhëniet e saj me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe botën tjetër që e rrethon atë. Tani do të duhet me urgjencë të votohet buxheti i shtetit për vitin 2026, i cili u bojkotua gjithashtu nga opozita vjeshtën e kaluar dhe pas kësaj vjen radha e zgjedhjes së presidentit. Deri më 5 mars, Parlamenti i Kosovës do të duhet të përmbyllë gjithë procesin e rëndësishëm të konstituimit të institucioneve më të rëndësishme të shtetit dhe jam i bindur se do të kryejë edhe obligim me përgjegjësi. Më tej, profesori u ndal edhe tek zgjedhja e Haxhiut si kryeparlamentare, ku e mikpriti një gjë të tillë, ku tha se ndonse atë nuk e deshi opozita, e deshën qytetarët. E nisur nga kjo, potencoi se në rast se Osmani zgjidhet presidente, atëherë Kosova do të ketë 2 gra në pozitat kryesore të shtetit.